Humbjet u bën mentori im më i mirë në Forex. Humbjet e mia llogaritën rreth 50.000 euro në Forex. Ajo çfarë më bënte të vazhdoja dhe pas humbjeve ishte fakti që e dija që mund t'ja dilja. Jeta ime para tregtimit ishte shumë e qetë, sepse përgjithësia mund të ndikojë në jetën personale. Në vitin 2022, ju nënshtrova një operacioni të nevojshëm për shëndetin tim, ngushtim të stomakut, dhe kjo ishte shtyse për mua të mësoja më shumë për Forexin. Pagesën e parë i bëra dhurat vetës, e bleva një vetur, pasi që në vitin 2023 e pata një payout. Përshëndetje, unë jam Altina Golugaj, jam 30 vjeçare, vim nga Kosova, qyteti i bukur i Prizrenit. Kam studiuar dhe përfunduar Fakultetin e Shkencave Kompjuterike, drejtimi teknologjia, informimi dhe telekomunikimit. Kam tashmë 2 vite në industrinë e Forexit. Jeta ime para tregtimit ishte shumë e qetë. Kam punuar në një kompani private, pastaj kam arritur të punoja vetë. Punën që e punoj dhe e kam studiuar është puna rrjetave sociale, përkatësisht mirëm me probleme në rrjetet sociale, po ashtu arrita të krijoj edhe një biznes tjetër, një brand të teshave, kryesisht me gjëra sportive. Sfida më e madhe një drejtimit një biznesi varet nga industria dhe faza e zhvillimit, menaxhimi i financave, gjetja dhe mbajtja e klientëve, ndërtimi i një ekipi të fortë, adaptim ndaj tregut dhe teknologjisë, menaxhim i stresit dhe balancës punë-jetë, sepse përgjithësia mund të ndikojë në jetën personale. Në vitin 2022, ju nënshtrova një operacioni të nevojshëm për shëndetin tim, ngushtim të stomakut, orët e gjata të punës, ullet dhe përballë një ekrani, stresi një startupi të ri bën që të merrja shumë kilogram, të cilët nuk ishin të shëndetshëm për trupin dhe shëndetin tim. Kjo më bëri që të isha për disa muaj pushim derisa të merrja veten, dhe kjo ishte shtyse për mua të mësoja më shumë për Forexin, për të cilën e kisha parë vetëm në internet. Sfida më e madhe fillestare ishte të gjeja një mentor të mirë për të orientuar, edhe pse me kohën e mëson që mentori më i mirë është orët e gjata, duke studiuar dhe të mësuar nga gabimet dhe humbjet që bën. Humbjet u bën mentori im më i mirë në Forex. Humbjet e mia llogaritën rreth 50.000 euro në Forex. Ajo çfarë më bënte të vazhdoja dhe pas humbjeve ishte fakti që e dija që mund t'ja dilja. Dhe sepse e kuptoja potencialin tim dhe po arrija të përmirësoja psikologjinë time në trading, për më tepër mësova për rezistencën e firmave ku kundrejt një pagese mund të menaxhoja vlera të mëdha parash pa rrezikuar kapitalin tim. Fakti që tani kisha zbuluar ekzistencën e firmave nuk ishte përgjigjja çdo gjëje, sepse tashmë duhet të isha selektive, të bëja kërkimet e mia se cila ishte prej firmave që më përshtatej, që ishte korrekte me pagesa dhe serioze për tradera, që mund të sigurojnë payout të mëdhej. Pas shumë kërkimësh dhe studimës review, vendosa të besoj dhe të provoj fundet next dhe nuk u zhgënjeva. Çfarë më motivonte ishte rezultati që shija çdo ditë dhe besimi në vete. Pagesën e parë i bëra dhurat vetës, e bleva një vetur, pasi që në vitin 2023 e pata një payout, si dhe ja nisa të investoja në brendet që e kam hap, mirë po momentale jam në pushim në pjesën e brendit. Këtë pjesë do e lej surprizë derisa të bëj atë që dua. Altinën unë e kam njohur nga komuniteti i saj, cilin e ka krijuar para 2 vite. Nga ai moment ne bashkëpunojmë dhe tregtojmë bashkë në Forex. Altina është natyra e vendosur që preferon t'i çojë gjërat deri në fund dhe t'i bëjë ato në mënyrë më të mirë të mundshme. Nuk dorëzohet le pavarësisht pengesa, dhe kjo në Forex trading është shumë e rëndësishme sepse sfidat janë të vazhdueshme dhe kjo është ajo që e bën dikë të bëhet një trader i mirë apo profesional. Këshilla ime është që të vazhdoj të punoj fort, të jetë e fokusuar dhe në objektivat e saj me disiplinën që ka gjatë tregtimit. Me këto 3 pika nuk ka asgjë që e ndalon dikë në rrugtimin e tij në Forex dhe Altina zakonisht e bën këto çdo herë.
Jeta ime ndryshoi me rritjen e vetbesimit në punën që e bëj dhe kjo më bëri të krijoj komunitetin tim për të ndihmuar me çfarë unë e di pa kurfar pagese, krahas lirisë financiare të paturit kohë të lirë dhe të bërit një jetë të mirë. Ajo çfarë më pëlqen më shumë rreth lifestyle-it tim është pikërisht kjo që mund të ndihmoj njerëz të tjerë të arrijnë një njëjtën gjë si unë. Ndoshta pa kaluar në të njëjtat sfida si unë, edhe pse secili ka rrugëtimin e tij dhe disa vështirësi duhet t'i kaloj për të bërë më i mirë. Qëllimi im është të bëj profite splite rreth 20.000 euro në muaj, të cilat me fundot Next janë të mundur pasi vlerëson konsistencën dhe disiplinën. Këshilla ime është mos u dorëzoni, sfidoni mbetë dhe proboni fundot Next, për të mos rrezikuar kapitalin tuaj, sikur unë dikur, sepse me fundot Next mund të siguroni të ardhurat të mira mujore, ti je duke qenë një trader konsistent.